Ervin Hyshi me gradën major, kapiten I skuadrës, por edhe trajner I skuadrës e ekipit Forcave të Armata Kosovare, sot luajtët edhe në formacion, por edhe drejtuar skuadrën. Fatkeqësisht me humbje e mbyllet të ndeshje. Po, është vërtet, mbi të gjitha fitoi loja, fitoi më I miri, fitoi futbolli. Ky është sporti, ne me këtë po ingranojme, po punojme, po zhvillojmë gjithçka, domethënë që neve presim në gjeneratat e ardhshme dhe mbi të gjitha po ngrejmë dhe vlerat e sportit brenda institucionit tonë të Ministrisë së Mbrojtjes, duke dhënë sa më shumë frymë dhe energji pozitive me pjesën sportive që ne mbulojmë si pjesë e sektorit të përgatitisë fizike në Ministrinë e Mbrojtjes. Bashkërisht me kolegët e mi, pa humbur pjesën e mos prezencës aktuale me majoren Kelikaj, Vledar Mesi dhe pjesë e stafit që jemi bashkërisht me nën kolonel Qiricin, bëjmë të mundur që gjithmonë të mbajmë ekipet e sportit të gjitha disiplinave sa më lart me vlerë që gjithë sporti shqiptar të ngrihet me një flamur sa më lart. Sa më herët që ishit në fushën e lojës si titular, por edhe në pankinë si trajner. Më e vështirë në loja, po si trajner? Më e vështirë si trajner, se mbi të gjitha trajneri ka shumë gjëra që banë në përgjegjësinë e tij, domethënë duke bizotruar edhe me qarkullimin edhe pasimin, edhe mbi ana psikologjike të ekipit, edhe me performancën, edhe me gjendjen aktuale që ka ekipi dhe mbi të gjitha arrin në një aspekt që çdo gjë që mund të bëhet, gjithçka trajneri e ka si timon që drejtoj ekipin në gjitha hapat e gjitha kulturat që ka. Sidoqoftë të rehumje radhazi ndoshta ndikojnë psikologjikisht, por forcat e Armata Kosovare nuk besojnë se dorëzohen. Absolutisht. Për ne është një provojë për herë të parë që neve arrim në këtë kampionat kombëtar të futsallit dhe mbi të gjitha neve jemi duke ngritur pak na pak domethënë hapat edhe distancat e nivelit sportiv dhe gjendjes tonë fizik të ekipit kombëtar të Ministrisë së Mbrojtjes. Faleminderit, sukses. Faleminderit ju për mikpritjen dhe për gjithçka, për mbarvajtjen dhe për të intervistë. Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes ju përshëndesim dhe faleminderit, jeni mirëpritur në Tiranë, siç na keni pritur ju. Faleminderit, respekte. Punë të bardhë, respekte.